Asgjë s'ka ndryshu. Ky është libri për cilin do flasim dhe autorën e këtij libri kemi në studio, pse ju të nderuar shikues, Gjelanën e njihni kryesisht si aktore, por sot edhe në rolin e poetes. Mirëmëngjes Gjelan. Dhe kam kënaqësinë nderin që të kam në studio këtë mëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit shumë Riken. Dhe për këtë energji pozitive që na solle në këtë mëngjes në studio. Faleminderit shumë. Për mua është hera parë që vi rreth në program të mëngjesit. Nuk e njoh këtë stafin e mëngjesit, po më të mirë s'ka. Po ty të njoh prej mate, e di kur u bësha gati me shku në shkollë, i ngojsha titujt e gazetave. Për këtë arsye sot e kam pru një gazetë me veti, me kthy atë nostalgjin, edhe me na lexu ndoshta titujt. Që do me lez. E di që moti s'keni prej gazeta dhe s'pikqërni u. Dhe kjo është një gazetë nga Shqipëria, ex Libris. Pra, kryesisht është për kulturë. Nga se këtë minutazh do të mundohem që ta kushtojmë ty më shumë, po shpejt pra për që ta shuaj dhe e të gjithë atën e siguron që shumë për nostalgji. Faleminderit Gjelane, pra nisim me kitaristin që nuk i duhet kitara Ervin Hatibi. Në faqen në 19 kish kuptimi modernitetit nga Rudolf Marku. Shënime mbi librat, po ashtu vazhdojmë tutje me titujt e radhës. Ka të bëjmë me djaloshin të tovar në tempullin e Italias, drita e vëllezëve Karamazov, si dhe Pojan Kudhestamu, fitues në Como Itali. Faleminderit. Faleminderit. Domethënë ma realizove një dëshirë. Të lutem. Që së fundmi e kam pas. Ishte për mua. Faleminderit. U ktheva shumë vite prapa, gati 20 vite prapa Gjelane. Vitet po iken shumë shpejt. Shumë shpejt. Ndalim pak tek libri, asgjë s'ka ndryshu, Gjelane Tërbuna. Unë e di që ka kohë që shkruan Gjelane, po sot ndalim pak tek ky libër. Është sigurisht që televizionistët janë kuriozitar të dinë pak më shumë se kur fillove, si fillove, pse fillove. Qatë të tek. Që që shtu një ditë si kur sot që jom që shumë herët, edhe ne kom falë sabahun edhe kom marrë në emision. Mu ka tek me shkryt. Diso herë po përsërit në atash, po është një nevoj nga njerë, njeriu kur nuk arin nështë me i shpreh të gjitha emocionet për mes të qajtës ose të qeshunës ose kujt diun, ose të i vrapuese, se cili e ka një mënyrë, unë kam gjetë edhe një mënyrë tjetër. Do më thonë kështu të përmes shkrimit. Mënyrën më të mirë. Faleminderit shumë. Edhe kjo më ka ndihmu goxha shumë, kështu me u zbraz prej. Atë për mos me dalë me rena, i kam për shembull kur je nervoz, shkruan. Kështu që. Po çka s'ka ndryshuar asgjë? Në fakt gjithçka ndryshon në vazhdimsi, por thelbi i njeriut mendoj që nuk ndryshon diçka në esencë. Sa gjysejt, sa poezien, gjysejt? Këtu duen me qenë 60. Me udashe nga e fundit. Me udasht, bolë mirë, shumë mirë. E pas kanë mbyllë se se dire nditjem, po... Po duke fillu me asgjë s'ka ndryshu dhe përfundu me udasht. Sa ko, Gjelan, është kjo pyetja sa ko që shqipë dhe gjithë atyre që shkruajnë se sa ko të mori, apo si ndodhi edhe përgjetja këtyne poezive që ti plasosh në këtë libër? Si ka ndodhë përzgjedhja, nuk për majnë men, po kam dasht ato që kam shkruajt ma herët në periudat ma hershme me i përfshi në një libër, por së fundmi kam kuptu që ka shumë poezit të cilat nuk i kisha përfshi, edhe nuk e di që shka ndodhë, po jam pak kështu të edhe si pritoj ka njerë. Edhe pundu këtë tani kanë me dikat, dikon pa i mbledh mirë. Dhe sigurisht që do të mbledhë në një përmbledhje tjetër, nuk e të ndalish. Kam nevoj për një asistent. Ose asistente, kështu në shpejadën, që mi mbledh poezi, të mi palon teshat e qështu. Mirë, nga se Edi mbledh shumë e zënë, dhe në rolin e aktorët, për fillimisht të ndalin pak tek libri dhe naturisht do të prekim pak dhe rolin tënd të aktorës, por ja që asgjë s'ka ndryshu. A të përqenë poezia? Shumë. Apo? Shumë. Dhe para se të nisim këtë bisedë, thotë para se të fillonim pra këtë bisedë intervjist direkte, ishte e hapur në faqen 47 dhe më tha që të lexoj diçka. Unë thash me lexu diçka, aty qëlloj kur ajo bookmark që ishte. Po, ishte pra 47 jam e kam. Jam e kam? Po. Zërë është ajo. Dhe 46 bajbe.
Cilën? Cilën dushte, po ndroj faqen. Se janë të zërshme me I lexu kështu. Se ti flet shumë bukur në standarde, ato janë pak ma... Mundohem Gjelani, kam dasht pa fry dhe pa frym. Në fakt nuk ishte dy, tash po më kujtohet, nuk ishte në faqen 27, ishte 24-25, të dyja ishin. Ashtu ka qenë. Kam kënaqësinë që Brikena ka me lexuar një poezi. Unë kam kënaqësinë shumë që të lexoj shkrimet e Gjelanës, autorës sonë të mirë njohur tashmë dhe poetes. Kam dasht me përqafu një burr që qau pa e fsheh lotin. Përpara syve të mi një natë. Ja kom pa dhimbjen shpirt një burri që qau për lamtomirën e njeriut për te I botëve. Kam dasht me a prek dorën një burri që qau për dashurin e një gruaje tjetër. Ja kam di dhimbjen në shpirt një burri që zemrën copash mbi gjoks ja pash. Kam dasht flokun e thinjun me a përgdhel, buzën vaj I dhnueshëm me a puth nga dal. Zemrën me a rnu me dashni, me përqafu e shtrëngu panal. Këtë burë që qau para syve të mi, një natë dimni pa car, t'lumë po kush ishte. Sa bukur e ke lexu. Nuk e besoj më bukur se ti. Tash kur po mendoj sepse na e lexojmë paraprakisht dhe e dim se çka përmban dhe andaj është shumë e lehtë. Ndërsa ti lexove pa e ditë se çka përmban poezia, as ç'a po flitet. Është shumë intriguese. Për një burr, po kush është ai burra, kush është ai burra, kush janë ata burra? Ka shumë burra aty. Unë kom shurt edhe burra të hallkut aty. Dhe ishte e dyta pa frym. Ku derën e taksis e përplas. Hapin vrap, munohet me e kap. Shkallët I ka përcyen pa frym dhe larkët deri e ti në gjan. Trokitjet I shtrëngon fort në grusht. E fjalet I thahen fët. Shikimi I turbullt I bahet kur dera hapet. E drita I shpërfaqet në fytyr. Ma në fund. I ngjitet në përqafim shtrënguhet me syt e mbyllën. Të I marë frym thellë. Pastaj si fëmijët pas lodhjes së lojës në rrugë, ajo lëshohet e tana në andrat misteriose të natës, deri në mëngjesin e përshpejtuar. Faleminderit shumë. Shumë të tjera. Me kaq, pra vazhdojmë. Vazhdojmë. Pra. Nëse diçka mbetëm pa përmend për këtë libër dhe që do dojë Gjilani të libri do të ribotohet sepse ka qenë veç një numër shumë I vogël I kopjeve. Kishte kërkesa por është shit tepër shpejt, por megjithatë shumë shpejt menoj që ka me u ribotu, po prap mundeni me gjetë, janë edhe disa kopje më zgabofsha se kuptova tash dikush kishte ble në librarin Tugagjini edhe te Artini. Tha që sigurisht me shkrimin do të vazhdoni më tutje, nga se ke edhe shumë shkrime cilat nuk I ke përmbledh në një libër të caktuar. Sigurisht po. Kam shumë poezi të cilat janë të një periudhës tjetër kur kam shkrujt, e që shpresoj që do të I përmbledhe në një libër tjetër, por nuk është që kam vendosur me shkrujt, ajo po vjen natyrshëm, dhe si një nevojë kështu e natyrshme. Kështu që po besoj që do të vazhdoj ndoshta me shkruajt. Nëse nuk mbien mend diçka tjetër me bo. Vetëm poezia, po ka ndonjë prozë cilën e ke shkruar? Ka diçka, ato nuk I kam zbulu për publikun hala, por janë 3 tregime për fëmijë në fakt. Edhe është një tregim për të rritën, që shpresoj një ditë prej ditëve do ta shndroj në një skenar për film. Aktrimi kërkon trup se prani skenike. Cilat nga përjetimet tuaja personale I bardh ndoshta edhe në rolet që interpreton, Gjilane? Personale jo mon, vetë, mas pare. Por, se di, tash tu e pa që në thelb njeriu është njeri, nuk është shumë e vështirë tani me u transformu të dikush tjetër, sepse baza është e njëjtë. Po tani janë veç disa elemente dhe detaje, karakteristika të cilat na I mësojmë, I lexojmë edhe I përvetsojmë. Kështu që menoj që na jemi që ata të njëjtit, veç që me pak dallime.
Gjerëm, kur jemi tek rolet, prapë, ka ndonjë rol që të ka ndryshu edhe si njeri, jo vetëm si aktore? Jo. Jo, nuk më ka ndryshu rolet, por në vazhdimsi, duke punu edhe duke lexu edhe duke hy në thellësi të psikologjisë së personazheve dhe të krejt këtyre jetëve të njerëzve të cilët i kam personifiku ose i kam lexu, veç kam kuptu ma shumë për vetën edhe për njeriun, por me më tjetërsu diçka jo nuk më ka ndodhur ndonjëherë kështu. Nisëm me emocionet e të shkruarit, por cilat janë emocionet e Gjilanës si aktore, në përgjithësi? Nuk e di në çfarë aspekti po pyet, nga roli. Po, sigurisht nga roli. Vetëm në pozitën e aktorës, ka se çdo rol ka të emocionin e vet. Po sigurisht, në varet mandej se në çfarë bote të cilit personazh ke hy dhe ku po të çon ajo dhe çfarë po t'jap edhe ose çfarë po të merr. Por ma të lehta dhe ma të thjeshta janë këto personazhet kur janë ma të harreshme, sepse nuk të mundojnë shumë edhe i ngjojnë pak ma shumë natyrës teme. Po desha ndëlidhesha. Ka se vërtet je shumë e harreshme, tash shumë energji të mirë, çdo herë shohim në fytyrën tënde. Faleminderit shumë, Briken. Por ka edhe prej atyre roleve të cilat më pëlqejnë që janë ma të thella edhe që po ashtu nuk pritoj me i bo edhe ndjerin diçka tamën gjithashtu. Ja që në ndërkojmë duke parë dhe disa pamje që të ndodhën prapa teje, para një kohë, udhtimi në kohë, ishte jashtëzakonshme. Ja tash me ke dhe përpara Gjilane. Ja këtu. Bre. Sa na mungon edhe ky rol Gjilane. Po, ka qenë pjesë e radio-televizionit Kosovës, për apërsisht për 5 vjetë. Sa shumë të qeshur a mbaj mend. A ishe gjitha ta fëmija që? Dikur. Qa jam të i bo? Duke u kujtjes për Ja, për fëmijës. diçka. S'pe majnë men që të pësot. Si po ndjesh tani kur po e shef këtë rol? Deri para një kohës nuk kam pas mundësi me i pas sepse jo me emocionu dhe jo mërzit, por tash prapë kam fillu kështut me pa me lehtësi dhe po qeshe, po. Që kjo epizod më kujtohet dhe s'pëdi qa po hajnë, shëqera. Diçka po. Sa për mos i lënë të uritur dhe fëmijët. Ishe hatashme në këtë rol, vërtet. Shumë më mungon, Gjilane. Edhe mu më mungon, edhe më mungon mbeli shumë. Po në këtë moment, a të të mundit që diçka, si ta themi, ta improvizoje si në rolin që e luaje dikur? Diçka ndonjë gjë që të kujton? Pa ta refuzu me lujt, me e bo këtë rol, prap nuk e di pse, nuk më vjen më natër shumë prej që ka shku beli. E çuditshme është, por nuk kam tentu asnjëherë me rikthyer. Mirë, po kujtimet, janë kujtimet bukura, që nuk duhet harru dhe duhet të rikujtu. Vërtet. Beli tona dhe më tejna në mendjet tona dhe në zemrat tona. Mendon që një aktor që shkruan poezi ka një ndjeshmëri tjetër nga interpretimi, sepse janë dy role të ndryshme ndoshta. Jo çdo herë. Aktorët shumë lehtë mundën me shkruajt. E kam thonë edhe herë të tjera, fakti që na lexojmë shumë edhe interpretojmë shumë, natyrshëm na vjen edhe me kriju vetë diçka. Por për aktorin është shumë e lehtë dhe thjesht me lexu poezinë mendoj unë. Ose? Ka edhe dikush që s'del me lexu lidhje. Por jo, mendoj që është shumë e thjeshtë për aktorin me lexu poezinë, sikur gjithçka tjetër me interpretu. Po aktrimi dhe poezia, cila është zëvend tash, zëvend. Ka vite që je aktore?
profesioniste, por ka dhe vite që shkruan. Dhe ndoshta nuk mund të ndash njërën nga tjetra, apo? S'është e nevojshme me i ndo, por... Nuk shkojnë bashkë, njëra me Po, tjetrën. sigurisht. E plotësojnë ndoshta. Po, na mundemi me bo shumë gjana, njeri është i prirun me bo shumë, me kriju shumë. është e vërtet që na kohët e fundit po konsumojmë shumë, por unë mendoj që kemi potencial, kapacitet edhe me kriju shumë, edhe duhemi sa ma shumë me shty vetën drejt krijimit. Mos me u kornizu në diçka, mos me u nalë veç në diçka. Në vazhdimsi mendoj që mundemi me kriju. Po edhe ashtu krijojmë. Na mendoj që prej që qohemi mëngjes jemi të kriju diçka, mas pari mendon se çka kime vesh është një farë krijimi, që shme u kombinu. Mandej mendon se çka kime gatu për mëngjes ose ku e dion, ose vendos ku kime shku me shëtit ose edhe ajo është mendoj me kriju. Kështu që veç që me e bu pak ma të vetë dishme mendoj që ta. Edhe me u gëzu që je gjallë dhe që po merë frymë dhe që mandej mundesh me shiju çdo ditë dhe gjithë shka që të ofron jeta. Kur ndalemi tek shprehja artistike, ka ende barjera të padukshme, Xhelane? Barjerat padukshme? Po sigurisht, menoj që fillojnë prej personit vetë mas pari, ka njeriu vetë disa barjera, mandej del jashtë janë barjerat të shoqënisë, mandej të profesionit, mandej. Menoj që gjithmonë kanë me ekzistu, por që shme thonë, nuk është diçka gjithmonë në dorën tonë që e kontrollojmë ose e ndryshojmë. Po me tentu duhet. Ka ndodhur që ndonjëherë gjatë provave teatrore të të vjetë të shkruash? Jo. Ja se ke që sigurisht të koncentrua 100% në rolin dhe në punën që e duke bërë. Kur je të punu ato që je të punu, dhe kur e ki pak pauzë, që ajo pauzë është me hongër diçka ose me pushu pak, me marë frymë, me do jashtë, se kur jem rana në teatr zakonisht është terë, edhe është goxha e mbyllun ambiente, kështu që nevoja për me marë pak frymë, nuk është që të vjen me kriju, s'më kujtohet në ndonjë rast. Edhe jo, je i koncentru ma të puna. Po ndohem që sa të kam këtu në studiot e marë sa më shumë informacion në përgjithësi dhe për rolin e aktorit, do thotë se si a i ndjehet, se si ja kur ndodhet, sikurse në rastin tënd, që shkruan, që lexon shumë, që punon shumë, dhe si është ajo bota edhe në fund, kupton që pavarësisht gjitha këtyre ngarkesave, gjitha këtyre angazhimeve, gjen kohë për çdo gjë. Unë menoj që njeri o gjenë kohë për gjithë shka. Veç arsye time janë ato kur thonë që s'pu kom kohë për gjithë shka. Gjithmonë ka kohë. Edhe ki kohë për me kriju, edhe ki kohë për me punu, edhe ki mundësi me bu punat të ndryshme, edhe se di, për gjithë shka njeri u ka kohë, veç ka njerë edhe siguron që pritoj mi mbledh poesit, se s'di ku i ka. Jo, nuk është kujtes nga se bën dhe shumë punë të tjera, Xhelane. Po sigurisht, që kjo është një tjetër lloj i pritesës. Se kretë njerëzit dhe kanë nga një lloj. Besa nga disa. Ka ndodhur ndonjëherë që një varg poezie të shndrohet më vonë në një rol skenik? Varg poezie, rol skenik? Jo, sepse unë ashtu i bie sikur që unë me kriju një personazh edhe me kriju një skenar ose ashtu jo, unë halas s'kam kriju. Mendon? Nuk mendoj. Është punë e madhe ajo, edhe mendoj që duhet me ja lënë dorë aty në që din me bu mas miri. Se me bu me janisë shtu me ja marë punë të krejtëve, tani mës po vijë edhe këtore të ka, që këti idealit kamerën me ja marë që s'pe këshyrë heq. Qështë jemi se ardhun, duham njerëz të zotë, njerëz punëtor, kush nuk i donë? Dhe kush nuk dëshiron që t'i ketë afër vetes? Sigurisht, por duhet me qëndru atë çka dhe njeriu me bu mas miri. Shumë e vërtetë. Sepse ka shumë njerëz që si ja ki pa që ja unëzojnë venin, do më thonë një 3-4 puna, që ratën e halal ju koft, ama me gjitha ato. Nëse janë të zotët. Nëse janë të zotët, por në anën tjetër, kur i bën 3-4 puna, unë menoj që nuk je bash shumë i zotin edhe gjitha, se kur shpërndash, nuk mundesh me kanalizu energjinë edhe me bu diçka ma të mirën. Kështu që me najtë se cili ka punë të veta ma mirë. Në cilat role Xhelane ndjesh më mirë të shta? Cilat i bën më me qef?
Kam dëshirë role ma sfiduse që janë ma jashtë natyrës tame, që më kanë ardhë disa herë, por që ma ndej kanë ditë me mlon disa shanja të vogla ma vonë edhe që për një kohë kom flajt bashkë me ato personazhe. Më thonë, atë shumë i kënë djerë. Po sigurisht, edhe që s'm kam bu fort mirë, por ma ndej ka kalu. Por që, prap se prap, kena dëshirë me u sfidu. Por po, ma sfidu se. Kur jemi tek menaxhimi i ndjeshmërisë, sigurisht është da ka të bëjë me këto role që ti përmende, për derisa e ke te kalu ndoshta atë kohë, pasi ke luajt. Si është? Me Si mund t'i menaxhu, menaxhosh? është e vështirë derisa nuk rritësh, derisa nuk piqësh edhe vetë disohësh, këto personazhe din me ndiku gogja, të gaftov kafja. Po knaqa duke dëgju, kështu që pa merr. Por kur fillon me u rrit, din me u shkëput pak ma lehtë, me thonë ani që prap ato din me najt me ty. Edhe por nimon kur vetë disohësh. Nimon pak, edhe me lexu pak, psikologji nimon. Do më thonë, të kallëzon që it's okay, adin, me u shkëput. Po, sa rëndësi ka dhe reagimi i publikut? Shumë ka, se na krijojmë për publikun, na varemi prej një tjetër. Na kemi marrëdhënien shumë të ngushtë me publikun. Edhe është njësoj si kur adin fëmijët kur janë ma të vegjël që e bojnë një 2 shkaravina aty në letër edhe ja tregojnë nanës së babës edhe për ata është diçka shumë e madhe, por nëse prind nuk e vlerësojnë, ata kanë me undi shumë keq. Njësoj është menoj për aktorin, adin jemi fëmijë kështu që kemi dëshirë që ato që e krijojnë publiku me na thonë bravo e ki kalla, adin. Edhe e kemi marrëdhënien shumë të ngushtë dhe varemi për njëri tjetrit, kështu që Si edhe ne këtu sot në këtë mëngjes. Për ta punojmë, për ta jetojmë, për ta rregullohemi, për ta buzëqeshim, për ta mundohemi që t'japim çdo gjë nga vetja jonë. Pa publikun si jemi askushi. Në fakt jo, nuk je askushi pa publikun, ti je dikushi, por në fakt këtë punë e bëjmë për njerëzit. Po sigurisht, po kjo është një punë që ti ke zgjedhur sepse ti të pëlqen me e bo dhe ti din me e bo mas miri, prandaj je ti këtu. Edhe publiku ka nevojë për ty, jo për se di kanë atje X, Y. Edhe po, ata kanë nevojë për ty. Për atë po thamë është e dyanshme. Shumë e vërtet. Xhelan, mendon që arti flet shumë dhe dëgjon pak? Përkundrazi, arti dëgjon mas shumti. Unë mendoj që artistët dëgjojnë mas shumti edhe mas miri edhe ndjejnë përpara të gjithëve e ndjejnë ato që ka i ndodhë njerëzve, edhe për këtë arsye mendoj që dëgjon mas shumti mas miri. Edhe mandej e sjell në një formë tjetër shumë të bukur, si dhimbjen, si gëzimin, si të gjitha që na i shohin përmes këngës, përmes poezisë, përmes pikturës, e ku e di unë, filmit, teatrit, librit, krejt këto. Shumë dëgjon. Arti dëgjon shumë. Kur jem tek solidariteti mes grave, mendon që ende ekziston një konkurrencë e pashëndetshme? Fatkeqësisht po. Fatkeqësisht po. Unë e di që nuk është faji jonë, por mendoj që shoqënia mbi të cilën ne jemi ndërtu e ka kriju natyrshëm, pa dashje, krejt këtë farpune jo të këndshme. Por nëse se cilën herë filloj me u vedisu, edhe unë e thamë shpesh që nëse punojmë me vetën edhe jemi mirë, koncentrojmë të vetja, e bojmë ato që na pëlqen, edhe e ndihmojmë njëna tjetrën, unë mendoj që shumë kemi me u ndi ma mirë. Gjithë se cili ka me u ndi ma mirë, dhe s'ka me pas nevojë mo për as me shtyp njëna tjetrën, as me
Se di. Po të kemi një konkurrencë të shëndetshme, vetëm ta themi. Kjo na ndihmon shumë, secilës prej nesh. Ama veç me punu për veten, me veten, tani s'ka nevojë për konkurrencë të pashëndetshme. Gjilane, çfarë do thotë për ju të jeni një grup krijuese në një shoqëri që shpesh dhe kërkon etiketa? Kërkon etiketa. Çfarë i bën? Etiketohet. S'po kuptoj qysh me u etiketu. Fakt ka raste kur shpesher gratë krijuese kanë, siç tha më herët, ajo konkurrenca e pashëndetshme dhe në diçka që nuk është e mirë të etiketohet për punën që bën, për shembull. Aha, okay. Peti. Se di, po në shoqëni gjithmonë ekzistojnë njerëz të cilët unë edhe ti sot po e bëjmë një bisedë shumë të mirë dhe të shnetshme tash. Po për x arsye dikujt atje po i shkojmë nerva. A bëden? Mos na ndjekaj. Po pikërisht. Edhe i tekët ati me thonë, që këshërë kjo, a bëden, ku e di unë çka. Ekzistojnë këto etiketimet. Shpesh herë, sidomos aktorët, femnat aktore, janë etiketu me ato epitetet shumë vulgare, sepse... Për këtë dhe unë dalet e kjo, pikërisht tek roli i aktores. Por unë nështë e kom te kalu këtë thanë, edhe menoj që gjeneratat e tjera as që e diskutojnë këtë farpune, edhe se cilën herë nuk do të diskutohet ma, sepse se cili ditë të stotit po mundohet me i pa punë të veta dhe me bo punën e vetë. E ata që kanë metë me folë dhe me etiketu, zakonisht janë mrapa dhe janë të palumëtun, të paknaqën, të pavlotësum, të probleme me vetën e tyre, mos të ndalemi tek ata, dhe të mos miremi shumë me ata, le të ecim përpara. Gjilane, minutat me ty ikën shumë shpejt. Unë shpresoj që të kem së shpejti sërish në studio, për diskutu për librin e radhës, apo dhe për ndonjë rol tjetër. A veç për qef me ardhë, të me ledzu në titull. Faleminderit shumë dhe për këtë emocion që mësolle qysh në fillim të intervistës sonë. Dëshiroj shumë suksese dhe të vazhdosh që jesh kështu, e mirë, e zonja, e qiltër, e buzëqeshur. Shumë falemderit. Dhe të prifte mbara. Shumë falemderit për këto fjallë shumë të bukura edhe për uratat. Gjithashtu dëshiroj shumë të mira për këtë juve. Mos po vishë të në rëdëgën a i ditë që të mrapa kamerës me puna. Ku të duash? Para, prapa, duhet t'i kita hapura. Briken për ndryshe, zoani jotë më t'inglon shumë bukur ambël edhe qetë, prej që po të thamë prej, kërë besha gati me shku në shkollë që të ndëgjësha, edhe gëzohem shumë për ty edhe për shumë njerës të cilët halua që ndrojnë në televizion edhe ofër neve si publik që jemi, sepse kemi nevoj mës me na ndryshu që ajo dojmë i ndëgju prap disa zona dhe dojmë i pa disa ftyra që jemi mësu me i pa. Vërtet më emocionove shumë, Gjilan, dhe të ndjej këto fjalë të të gjojnë nga ty. Por me ko du t'je lëmë dhe vendin edhe të tjere. Po mirë dhe po ka ko, ka shumë ko. Ka shumë ko. Por unë menoj që kjo duhet mos me undryshu, me qëndru edhe me qenë një regull, që disa fytyra edhe zëra me të cilit jemi mësu na, mos me na i ndryshu. Po du për gjithë me pa dhe mini. Mundohem për ty dhe për që të vjeta që duan të më shohin dhe të na shofin. Shumë falimderit e dashur. Dashur me që ndoshet një bisedë të këndshme me aktorën tot me njohur Gjejlane Tërbunja, vazhdojmë të rrjedhën e programit të mëngjesit në minutat publicitar që ndroni me ne.